37 vjet më parë, një grup inxhinierësh vizatua në hartën strategjike rrugën e Arbrit, që lidh Tiranën dhe Dibrën më pas me Maqedoninë e Veriut. Projektuesi i rrugës së Arbrit, inxhinier Faruk Kaba, thotë se rruga e re shkurton 100 kilometër nga ajo ekzistuese dhe ishte parashikuar të përshkohej për 1 orë. Në 8 tetor 1995, u fol për herë të parë mediatikisht për rrugën e Dibrës, pasi ende nuk e njihej si rruga e Arbrit, në Radio Tirana nga Hysenuka. Në çdo cikël zgjedhor pas viteve 2000, rruga e Arbrit është rikthyer në një premtim të çdo qeverie. Në vitin 2003 u bë studimi i fizibilitetit. Në 2015, një kompani kineze ofroi ndërtimin e rrugës përmes një koncencioni me vlerë 184 milion euro dhe afat përfundimi 3 vjet. Marrëveshja dështoi. Në 2017, projekti u dha kompanisë Gjoka Construction me vlerë 33.6 miliard lekësh. Gjatë viteve shuma u rrit me 45%, duke arritur në 460 milion euro. Rruga u inaugurua për herë të parë nga kryeministri Rama në nëntor 2021, por zgjedhjet e pjesshme në Dibër në mars 2022 sollën një tjetër inaugurim. Ndërsa në 14 mars 2025 u inaugurua tuneli i Murrizit, i konsideruar si ndër veprat më të vështira, por ventilimi në tunelin 3.8 km nuk është funksional. Gjithashtu në këtë aks rezultojnë hyrje dalje të paligjshme në Gjoric dhe segmentin në Maqellar Peshkopi, lidhja me Dibrën e Madhe nuk ka përfunduar ende. Kalimi të afateve për ndërtimin e rrugës, qeveria i afaturoi gjeologjisë tunelit të Murrizit. Ministri Aballuku premtoi se do ta përfundonte brenda 2022-shit. Sipas inxhinier Kaba, kontraktori caktoi vetë supervizorin për mbikëqyrjen e punimeve, duke komprometuar integritetin teknik dhe financiar të projektit. Bujar Karoshi, ideatori i rrugës së Arbrit, thotë se kjo vepër është gjysmake dhe nuk ka përfunduar ende, pavarësisht inaugurimeve të njëpasnjëshme. Gjithashtu ai shton se rruga e Arbrit nuk lidhet me Maqedoninë e Veriut dhe segmenti drejt Peshkopis nuk është pjesë e këtij projekti.